Shikues të nderuar, jemi në hapësirën opinion dhe do të flasim tani për situatën në Shtetet e Bashkuara. Ka patur një konflikt mes dy ishmiqve të vjetër që ishin në qendër të vëmendjes gjatë kësaj fushate, Donald Trump dhe Elon Musk. Ka patur një seri reagimesh në rrjetet sociale, Trump në rrjetin e tij social Truth, ndërsa Musk në Twitter. Ndërsa paralelisht me këtë zhvillim në Shtetet e Bashkuara në Los Angeles, ashtu siç e keni ndjekur edhe në News 24 gjatë këtyre ditëve, ka patur protesta të shumta, madje protesta të dhunshme. Është detyruar presidenti amerikan që të dërgojë gardën kombëtare, po ashtu të dërgojë sot edhe marinsat në Los Angeles. Për të dyja këto zhvillime do të flasim tani me zotin Medlir Mema, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare. Faleminderit profesor për kohën. Faleminderit ju. Fillimisht, çfarë ndodhi mes Trump dhe Musk? Ata dukeshin një dyshe e fortë, një dyshe solide, por me sa duket pati një çarje mes kësaj miqësie. Më falni, po luanat në përgjithësi kanë vetëm një drejtues, të mund të kesh dy. Në një grup të tillë me dy alfa meshkuj është e parashikueshme diçka e tillë. Unë baset me shokët e mi, po edhe këtu publikisht kam thënë që deri në fund të 6 muajore të parë kërkoj ndjes, kam pas gabim, në fakt që në fund të 3 muajore të parë. Pra ishte plotësisht e parashikueshme diçka e tillë, sepse janë dy personalitetet që janë të fortë, janë dominues, sepse kanë mendimet e tyre dhe sigurisht zoti Trump është një politikan, i duhet të bëjë kompromisa, ndërkohë që Musk kishte një qasje ideologjike ndaj projektit të tij. Dhe u duk shumë mirë që donse Trump flet kundër establishmentit, por ishte pikërisht kafsha e establishmentit politik amerikan në Washington DC, i cili i mundi përfundimisht Muskun. Ishte një ndarje parimore kjo, ishte një ndarje për parime, apo ishte një ndarje për interesa, sepse Trump ka thënë që nëse Musk vazhdon me këtë sjellje, do t'i ndërpresim kontratat shtetërore, do të humbas miliarda dollar, ndërkohë nga ana tjetër Musk ka thënë se duhet që Trump të largohet, do të nisë një lëvizje për largimin e tij, etj. Pra, ishte parimore apo ishte thjesht një çështje interesi, si dy biznesmen menduan më shumë për paratë? Jo, dhe që paraja gjithmonë themi molla e sherrit për çdo gjë, por në këtë rast kemi të bëjmë ndoshta me një përzierje të dy aspekteve. Para është fakti që Musk sigurisht kishte ardhur aty me një mision të tij, si shikonte ai të paktën, nëse marrim e pranojmë argumentin kryesor që kishte të bënte me eliminimin e borxhit amerikan, ose me të paktën me heqjen e disa triliardave dollar nga buxheti vjetor, dhe pa veprimet e zotit Trump, sidomos atë legjislacion të fundit që u kalua nga shtëpia e përfaqësuesve nga dhona përfaqësuese në Shtetet e Bashkuara, që e aprovuar nga ata, por që nuk shkonte sipas dëshirave të Muskut, i cili dëshironte të kishte një legjislacion shumë pak ambicioz në aspektin buxhetor. Pra kjo është paktën për masa kryesore, është arsye kryesore të ndarjes. Tash poshtë kësaj, pastaj sigurisht janë edhe këto motive të tjera. Një prej tyre ka të bëjë me faktin që Musk tërhoqi emrin e një prej miqve të zotit, Trump tërhoqi emrin e një prej miqve të zotit Musk, i cili do të ishte në krye të NASA-s. NASA sigurisht është agjencia kombëtare për hapësirën, dhe që monitoron dhe kontrollon sigurisht të gjitha kontratat, përfshirë këtu dhe kontratat me SpaceX, një prej kompanive kryesore të zotit Musk. Dhe këtu ka filluar pak a shumë edhe pak kënaqësi midis këtyre dy figurave, por unë do të thoya që në përgjithësi mund ta kemi parë gjatë 2 muajve të fundit, ku vetë zoti Musk u menjanua pak nga pak nga roli vendimarrës në një rol këshillues. Dhe institucionet ndryshme, administratat ndryshme, kabinetet ndryshme filluan të këmbgulin në përparësinë e tyre në krahasim atë të zotit Musk, se ishin të pakënaqur me ndërhyrjet e tij. Kështu në këtë kontekst mendoj që të dyja ndoshta janë të pandashme, të dyja ndikojnë në pakënaqësi të rrjedhura. Ndërkohë, pati një akuzë të rëndë nga Musk për Trump, postimi i tij i parë sugjeronte se emri Trump gjendet në dosjet Epstein, por më pas ky postim u duk sikur u fshi nga rrjetet sociale. Ishte një postim që kishte diçka të vërtet brenda, apo ishte nga këto akuzat që jemi mësuar t'i shohim zakonisht mes udhëheqësve politik? Është e pamundur të dim, është një akuzë plotësisht e rëndë, në fakt ato është jashtëzakonshme në këto kushte, por nuk është hera e parë që zoti Trump ballafaqohet në disa akuza kësaj natyre, edhe në aspektin e ndërhyrjes ruse ose elemente të tjerë, ku gjithmonë seksualizimi i rolit të tij dhe
i natyrës së tij është objekt i diskutimit dhe shëtemeve politike. Por unë do të është shëtem politik, që do thotë që është thënë për momentin, ka të vërtetë apo jo, nuk mund të dim, sepse si kemi ato dosje, por e vërteta është që ishte diçka e përkohshme. Është e qartë që Musk prej kohësh tashmë e ka shumë të vështirë të censuroj veten e tij, pra të thotë gjëra në mënyrë impulsive, shprehet, komunikon, kjo e ka dëmtuar atë, ka dëmtuar brandin e tij si individ, por edhe kompanitë e tij. Me sa duket, sepse po shikoja pak edhe reagimet e fundit të së dyve, është e qartë që Musk dhe Trump janë tërhequr, kemi një lloj paqe të përkohshme disë të dyve, asnjëri nuk tërhiqet publikisht, por është e qartë që ka një lloj armpushimi, një luftë e ftohtë ndoshta, por që të dy e kuptojnë që mund të humbin shumë nga një ballafaqimi drejt për drejt e fitojnë një palë tretë. Në fakt e lidhur me temën tjetër që tema diskutimit sot me atë që po ndodh në Kaliforni, unë mendoj që veprimet e Trumpit janë një farë mënyrë të motivuara pikërisht nga ky ballafaqimi drejt për drejt me Musk, edhe kështu që mendoj që është një lloj tërheqje vëmendje nga këto zhvillime të brendshme dhe të rrezikshme do të thoya unë për vetë zotin Trump. Po para se të shkojmë te zhvillimet në Kaliforni, kam edhe disa pyetje për marrëdhënien Musk-Trump. Ne jemi mësuar që të shohim në politikën shqiptare dhe ballkanase që nëse një biznesmen nuk financon një parti politike, kryetari i asaj partie e sulmon atë biznesmen. Por në politikën amerikane nuk kishim parë të tilla deklarata. Kur Musk tha se mund të financonte demokratët, Trump e kërcënoi duke thënë se do të humbiste miliarda dollar nga paratë publike amerikane. Pra, ishte pak e çuditshme kjo, duke ditur mënyrën se si funksionon politika amerikane, që nuk është se ka shumë rëndësi nëse e ke shok apo jo, por nëse ka një marrëdhënie biznesi mes një biznesi dhe qeverisë, këto kontrata vazhdojnë pavarësisht miqësisë së pronarit kompanisë me presidentin apo jo? Unë çuditem që ne çuditemi. Ndoshta një pjesë saj sepse është prej dekadave që kemi adhuruar dhe kemi ndërtuar një lloj pedestali për politikën amerikane, dhe gjithmonë ky themi naiviteti ynë politik i vet imponuar ndaj politikës së brendshme amerikane na bën që sa herë që del një lajm i tillë ne çuditemi. Tash kemi 20-30 vite që dëgjojmë lajme të kësaj natyre, kur sigurisht kundërshtat politik me njëri tjetrin i bën gjëra të tilla. Ajo që ka ndryshuar, do thoya unë, në epokën e Trumpit, është që nëse deri dje i venim atit derrit pak buskuq dhe na duket pak më i bukur, sot buskuqi s'është më mbi derrin, mbi buzët e tij dhe shikojmë ashtu për atë që është një derr politika kudo që është, jo vetëm në Shqipëri apo në vende të tjera, por përfshirë këtu edhe në tempullin e demokracisë botërore, madje edhe në Shtetet e Bashkuara. Gjithsesi politika është një luftë, është një luftë e ashpër, e cila bëhet e fitohet në çfarë lloj mënyre të ndryshme. Përfshirë këtu edhe nëpërmjet kërcënimeve. Kërcënimet e kaluara janë bërë ndoshta në mënyrë pak më të jo të drejtë për drejtë, në mënyrë jo publike, por gjithsesi janë bërë. Njerëzit dhe shtetet humbin. Mos harrojmë, ndoshta midis shteteve, jo midis brenda politikës amerikane, çfarë tha zoti Bush kur shkoi për luftën në Irak. Franca dhe Gjermania tha as mos u shkoj mendja që të vini kërkoni kontrata në Irak për çështjen e eksplorimit të vajit, të naftës dhe çka tjetër. Pra, pse e them këtë? Sepse këto ekzistojnë, këto lloj temi imponimesh për të arritur një qëllim. Përfundimisht politika përdor dy lloj mjetesh. Mjete që kërkojnë temi me dashuri që të arrish qëllimin tënd, Shkopin dhe karotën, teorinë e vjetër të shkopit dhe karotës. Mjeti i dytë është ai që është coercive, pra me detyrim, nxitës, edhe në këtë rast kemi të bëjmë me këtë të dytën. Po të dyja ekzistojnë, kanë ekzistuar gjithmonë, do të vazhdojnë të ekzistojnë. Kështu që le të eliminojmë naivitetin ton të imponuar, sepse e di që se kemi, po bëjmë sigur jemi të virgjër politikisht, edhe le ta një herë për gjithmonë ta humbim virgjërinë politike në lidhje me politikën amerikane. Mendon që Musk mund të krijojë një parti të re? Është folur edhe për emrin e kësaj partie, Partia Amerikane. Mund të ndodhë, mund të shkojë deri këtu çmenduria, sepse e gjithë jeta e Elon Musk ka qenë një, po themi, gjitha vendimet e tij kanë qenë vendime të çmendura, që nuk do t'i merrte një njeri nëse do të bënte llogari normale. Mendon që mund të shkojë deri këtu? Sigurisht zoti Musk mund ta provojë diçka e tillë, nuk është i vetmi. Kemi pasur disa miliarderë të cilët kanë bërë gjëra të tilla. Ross Perot financoi partinë reformuese që ekzistonte kur u bë kandidat për të, dhe fitoi rreth 10-12% e votës, që ishte mjaftueshëm për Bill Clinton fitonte dhe të humbte George Bush. Ne në Amerikë ka një problem që kemi në Shqipëri, për sa kohë që sistemi elektoral që ndron ai që është,
penalizohen gjithmonë partitë e vogla dhe gjithmonë fuqizohet një parti ose një tjetër në kurrizë të tjetrës. Dhe kështu që në këtë kontekst, ashtu sikur në Shqipëri, për shembull në rastin e zotit Trump, ajo që ndodhte është që ndoshta nëse ai dhe shijeton themi Partinë Republikane, nuk do të fitojë zoti Musk, por fiton Partia Demokratike, por nuk fiton një parti e tretë. Pra partitë e treta kanë ekzistuar me kohë në Shtetet e Bashkuara,